Deri para pak kohësh Sali Berisha thoshte që do ketë qeveri teknike sepse nuk shkohet kështu në zgjedhje 11 majit. Pyetja është kjo, e filloi pak Antonina disa minuta më parë. Ti gjykon që është kjo e mundshme apo është kjo një marifet që tani sipas kundërshtimit tënd Rama dhe Berisha po bëjnë bashkë në një lojë në kuristë të tretëve, ku jeni dhe ju? O da them fare qartë. Qartë. E bëjnë kurristë shqiptarëve. Për interesat e tyre, ata bashkohen kundër interesave të shqiptarëve. Janë bashkuar, po ju them faqe botës, aq sa është bërë problem në raportet e Bashkimit Evropian të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë bashkuar ku kanë votuar së bashku lirimin e të korruptuarve. Se kanë fjalën për amnistinë, se kanë fjalën për dënuarit për krime ordinere, të cilët natyrisht në çdo vend dhe këtu duhet përfitojnë nga mëshira shoqërisë. E kanë fjalën që ju thanë shqiptarëve ne nuk do të lirojmë të korruptuarit e dënuar nga SPAK-u dhe liruan plot 111 të gjithë të dënuar të qeverisë të Edi Ramës. Drejtor, zëvendës ministra, zyrtar të lartë, për tendera, për falsifikime, për shpërdorim pushteti. Pra, është e qartë që këta bashkëpunojnë me njëri tjetrin për interesat tyre kundër interesave të shqiptarëve. Prandaj mbyllin listat. Se në listat mbyllura, ata diktojnë skalionet që avancojnë interesat e tyre kundër interesave të shqiptarëve. Nuk është ky një komplot thjesht i trekëndshit Bermudës kundër Lul Bashës. Mos e shikoni kaq thjesht, nuk është thjesht një serial. Është edhe ajo, e ka nisur për një kohë gjatë, pikrisht sepse unë kam mbështetur 100% SPAK-un. Ndërsa këta mendonin që me loja, kulisa, intriga do të arrinin ekuilibra të ri edhe me drejtsinë e re, gjë që deri tani nuk po ja dalin dot. Por duan t'ja dalin me 11 maj. Kështu që me 11 maj doni SPAK, doni drejtësi të pavarur, doni fund pa ndëshkushmërisë, keni vetëm një zgjidhje, votën për koalicionin Euroatlantik numrin 4.